rikthyer pas marketingut këtu në spektaklin tuaj Odeon. Po na eme dhe pa humbur kohë në nduart rokitjet e juaja, sigurisht me prezantimin tënd të mysafirët të parë, vazhdojmë tutje me këtë ritëm në spektaklin tonë. Zonë e zotri, do të vi giganti i skenës shqiptare, e artit shqiptar. Giganti jo vetëm i shqiptarëve. Ai që vërtet ka bërë e ka sjell dhe vazhdon të jetë mrekullia vetë e skenës. Për ju, për ne, për të gjithë, artisti i madh shqiptar, Enver Petrosi! A shkoj bashkë, do t'a kesh fatin, jo fort mirë se me mu do t'jesh sonte. Do ndajeme. Fatë keqe. Ulemi këtu, prof, mirë se erdhe. Dhe? Op, mirë shumë. Ecim tutje. Dhe ecim tutje, zonja dhe zotri, mysafirët e nderuar, e kam nderin dhe kënaqësinë që unë sonte do ta kem mysafire dhe jo vetëm kampionen evropiane të boksit Donjeta Sadiku. Mirë se erdhe Donjeta, guxoj me të fut, me të përqafu? Mirë se erdhe. Gjuat të kitje! Ecim bashkë, ecim në përbeme tona. Profesori nderuar, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. O sa bukur është me të pas musafir. Sa herë të ka musafir, unë mrekullohem për veten time, po dhe s'kena vetë. Faleminderit, po dhe jo jeni inspirativ. Një kaptin më vete, po jo veç një decenje. Sa decenje u bon në skenë? 24 vjetë. Profesor, se më pëlqen me të thonë profesor, sepse pasi keni mbaru shkollën e lartë, edhe Akademinë e Aktrimit, ja keni bo BAM edhe BIM në Beograd dhe në gjithë Jugosllavinë, atëherë në Ballkane më gjerë, përsëri je kthyer në shtëpinë tonë edhe bashkë me Faruk Begollin keni kriju Akademinë e Arteve, degën e Aktrimit. Në vitin? Po, mos më pyet për vitin se datat nuk i mbajnë mend, por i mbajnë mend emocionet. Duhet jetë, nuk e di për zotin. Vitin 1988, ju tregoj unë. Faleminderit për gojën që këndit. Do ta mbajnë mend. Po emocioni ka qenë shumë i veçantë, a? Absolutisht, emocionet gjithmonë i mbajnë mend, po datat jo. Ka qenë, atëherë ka qenë shkolla lartë pedagogjike dhe ne prej asaj me insistimin të atëherë dekanit, po edhe me insistimin tonë, sidomos të Faruk Begollit, e themeluam degën e artit dramatik, edhe pastaj pas aktrimit, themeluam edhe regjin, edhe këto gjitha degë tjera që ekzistojnë sot, dramaturgjin, kamerën, e tjera, regjin e filmit, regjin e teatrit. Tani e keni kompletuar? Po. Profesor edhe jeni aty? Po. Me cilën lëndë? Unë jap aktrim dhe diksion. Aktrim dhe diksion? Po. Dhe një vërtet një diksion fantastik që kemi e dikjoj për herë. Po, nuk do të thotë se ata që eventualisht flasin bukur që janë edhe pedagogë të mirë, edhe e kundërta. Diksioni është një lëmi që mjerisht nuk e njofin, edhe shpesh ndërtet e quajnë gabimisht. Diksioni është, mos t'ju mbaj tash fjalën për diksion, është matematik. Matematik në vete, matematik e gjukës. Ja, shkurt. Ose, çka duhet bërë aktori me tekst prej ditës që e pranon në dorë, derisa nuk del në skenë. Pra kjo është diksioni shkurt. Përgatitja e aktorit, e përgatisim aktorit në lëndën e diksionit, çka duhet bërë derisa nuk del në skenë. Unë kam akoma shumë nevojë, a ma kishe majtë në jorë, veç pa pare? Kam nevojë edhe unë. Nuk ka njeri që s'ka nevojë për gjuhë. Për të kultivuarit e diksionit e gjuhës në... Sidomos kam nevojë, unë bile po mjenë shumë keq, për e bëjë një apel, këta që studiojnë në Akademinë Ushtarake, duhet të kenë diksion, pastaj ata që studiojnë politikën, edhe ata ka nevojë. Politikologët ose politologët? Politologët, po. Edhe ata ka nevojë edhe gazetarët. A me ndonë për politikanët tonë e përgjësi? Ata kanë shumë nevojë, bile ko gjami këthyje, kështu me... Po, e vërtet, por kanë nevojë, pra retorikën s'paku me mësu.
dhe jetoj akoma, dhe jeta nuk më lodh, dhe ti nuk do të lodhesh nga jeta, jeto. Ky është ai vullneti juve shumë energjik që për herë na e përcjell shumë pozitivisht kudo prej nga gjithë ky burim energjie. Unë mendoj se prej që e kam pa dritën, e kam një detyrë. Unë tema profesionin tim nuk e marrë si profesion, po e marrë si mision. Mendoj se është një arsye pse unë, ky që jam, pse flas shqip, pse kam lind në Prishtinë, pse kam bërë gjitha duhet tim në përbot edhe mendoj se kam mision që se zgjer arsye tjera që atëse që kam mbledh tërë jetën t'ja u fali të rive këtu. Edhe këte po e bëj, mendoj se ky është misioni im. Ka shumë gjuhë. Profesor, po ta qes pak ujë talpeve të koliqit, a ke qenë koliq në herë? Po, kam qenë, edhe duin shumë e pinë kohën e fundit shumë. Edhe të ka pëlqy si fshat, është me lartësi, e në qatë lartësi e nxjerrin ujnë, është interesante, e? Po, edhe bukur po bëjnë që po e bëjnë, se me nxjerr ujë është si me babuk, për mu është një fajtikëzuar. Për koliqin. Ka shumë gjuhë që flasin, për shumë pak koka që mendojnë, thot një mendimtar. Thani interesante. Po, ashtu, gjithmonë ka qenë ashtu. Po është pjesë e natyrës, se në natyrë ka shumë barishte, por vetëm disa lloje të luleve të bukura. Ka disa shumë me miliona shtaz të ndryshme, insekte, po vetëm disa prej tyre mund të janë të shtëpiake. Ka me miliona njerëz, po vetëm disa janë njerëz të mirë. Është pjesë e natyrës ajo. I ke takuar dhe kem shumë profesor, i ke takuar dhe kem mësuar dhe shumë nga përvoja në këtë drejtim, a? Përvoje gjatë. Po, këmë pyeti kur sa vjeçar je, thash kam 2000 sigurisht. Në profesionin tim. 2000 vjet arbror kështu. Në profesion. Kam punu shumë, në shumë qytete kam punu. Unë kam punu dhe tash, nuk jam i sak, minimum 64 teatro, minimum. Po. Nuk ka aktor në botë që i ka kalu 64 teatro. Veç mas ju shliru më dy partë. Jo, edhe në Shqipëri, po edhe, sidomos edhe në Shqipëri, gjithkund, po them, kur them ashtu po mendoj, në një qytet, po e zam në Beograd, kam lujt në gjitha teatrët, në të gjitha. Që është rrallë në një aktor që ka lujt, edhe pse është i Beogradit, kam lujt përpos në teatrin Pinokio. Në gjitha Beogradi ka diku 24 teatro, atëher i ka pas, sot se di. Sa i ka? Pra, nuk e di sot sa i ka, po 24 i ka pas. Pra, kam lujt në shumë qytete, në shumë teatro, edhe në Shqipëri normalisht. Kështu, a ke numër sa drama i ke lujt, sa filma, sa regji, sa... Prapësisht 80% i kam. Nuk i kam 100%. Nuk i kam. Po, nga këtë 80%, sa drama ke lujt? Po, sigurisht diku 100, po. 100? Po, sigurisht. Numër shumë i madhë. E rallë, raritet. Edhe në filma? Po, dhe aty diku, po, besoj 70, nuk e di, nuk i kam numëru. Jashtë ta filmave me Partizan, ke lujt edhe shumë filmat të Jo, tjera. s'kam lujt shumë me Partizan. A jo? Jo, nuk kam lujt shumë me Partizan. Pse, nuk kanë pas si... Jo, nuk jam duk si Partizan. Edhe nuk kanë pas si Partizan. Profesor, i ndërum, sa të ndërum jemi, nuk jemi të vendishëm që shpesh herë edhe çdo ditë, unë njëri ndër të rallët, si ju, kam fatin e mirë me pi kafe me legjendën e gjallë skenës. Me legjendën e gjallë skenës, jo vetëm shqiptare. Edhe atje kemi një kampion evropiane, një krenari, mas Majlinda Kelmendi, gjithësisht kjo edhe Majlinda, edhe që ka u bo kështu mërë, profesor, me boksa, femna të urrej. Edhe të ja u zbardë ftyrën, kombit. Si veni, femna të ne gjithmonë ka qenë më e fortë se mashkujt. Gjithmonë. Me sheku me rajtë. E nana e ka rujtë kombin, jo mashkulli. Unë jo vetë mashkull, po kjo është e vërtet. Mirë. Uri me zemër shumë, po kam qef që të takova. Profa po vardiset se i frigohet boksit, edhe kjo s'ka faj. Jo, edhe kam qef pak di qik, dy qika bokser. A ke qenë? Po, një dhe të Kjo ushtru? Po. Po kjo për mu është risi. Besoj edhe për publikun. Po, kam qenë. Hera par, na kemi sonte bokser këtu, klubin Gollaku që janë, prej klubit Gollaku ka dalë do njeta. Më falë, Mirije, vazhdo me mysafirët. Mirije, vetëm e një informat, nuk ka natë
në jetën time që nuk e shoh një meç në ditë. Sa e du boksin. Nuk ka hiç nuk e. E bukur kjo profesor, por unë sonte këto e kam kampionën evropiane Donjeta Sadiko. Donjeta, fillimisht mi se erdhe zamër. Nëse ju gjithë. Tregom në cilën kategori ka qenë, në cilën kategori e fitove Titullin e kampionit, Titullin e kampionës si kampion e Evropës, garova në peshën 57 kg, kurse vjetë kam garuar në 60 kg, mirë po si vjetë trajnerim Besim Brahimi më tha që ma mirë është me garu në peshën 57 kg dhe me mendimet e ti arrita dhe mu po edhe kampion e Evropës. Mirë, shumë, najmë ty s'po të roka kjo kategori, mos u tot. Shiqo, Besimi ka bë kampione, absolutisht si trener, sepse ka qenë kampion absolut. Për fat keq kemi qenë të okupum, Besimi është ai e njihni tani profesor, edhe e kishim pas kampion dikun të peshave të tij, sigurisht nivel të Evropës, po se po, mos themi edhe botës, mirë Besim. S'ke pas shans më bë vet në atë kohë, bani gjeneratat që për i... është për ta duar për ekipet. Okej, Donjeta, tregon kampionati u mbajt në Turqi, apo në cilin vend, në cilin qytet? Kampionati evropian u mbajt në Odur të Turqis, ku isha pjesëmarrësja vetëm e Kosovës, bashkë me trajnerin të Besim Brahimi dhe referin zotri Latif Demolle, ku ishte një plus për mua që ndohë drejtësi në atë kampionat. Kure more titullin e fitove titullin, me kon ishe? Kush ishte pranë teje, përveç trajnerit që ma mërmendja? Ishte dhe dikush tjetër, në familjar, ishte dikush i ekipit, apo ishe viç vetën me... Kush ju ka shoqëru, Donjetë? Fatkeqësisht isha vetëm unë, prej Garusov të Kosovës, trajnerim dhe Latif Demolle. Tre vet ju në gzu, sa i Kur erdhe në Kosovë, sigurisht kjo bëri shumë bujë të madhe, jo vetëm për ty si Donjeta, por edhe për ekipin e klubin Gollaku. Unë ndjeve bukur, si të priti masa këto? Ishte një ndjenje pa përshkrueshme sepse ishte medalja e parë evropiane, cila ne kishte asollën, dhe ishte një ndjenje pa përshkrueshme kur ti sill medaljen e parë, dhe nuk besoj që e kishin prit prej një femre, po gjithsesi jam shumë e kënaqur, sepse duhet sikur se në kampionatin evropian kishin shumë shtete, cilat kishin pjesëmarrëse me 20 garuse dhe nuk arritën që asnjë në prej tyre nuk shkojnë në finale, siç është Polonia, Italia, e shumë shtete tjera, cilat nuk arritën as me shkojnë në finale, kurse na me një boksere vetëm dhe arritëm të shumë finale dhe ta fitëm në me dhe finale. Atë medalje. Ti ki medalje? Medalje, të ke? Ishte një mund shumë i madhë me arrit me marrë të medalje dhe tash gjithmonë i mbaj me veti edhe sot... Pa, ma ti kune bile pak. Tregon kjo medalja, cila është kjo? Kjo medalja e kampionatit Ballkanit, cilë kemi shkuar pas një javë, pasi që erdha nga kampionatit evropian, morra pjesë në kampionatin ballkanik. Para se me shku në kampionat ballkanik, gjithë më thonin, pse po shkon në kampionat ballkanik kur ke fitu kampionën evropiane? Nuk ban me shku, me hup, mu dëgjim kam posa stres. A, fillun me të kompleksu, a? Pse po shkon, më nësh me hup, më nësh je kampion e Evropës, tash po do me shku në Ballkan, është shumë mollë për ty. Edhe kom dosh me tregu që jam formën e dur, edhe arrita me sjell edhe të Ballkanit. Bravo. E kjo është medalja e kampionës, apo? Kjo medalja historike e kampionatit. Medalja historike, Donjeta Zamër, unë të komplimentoj për guximin dhe bravo të kovë për sportin që i ke zgjedhë. I ka vetëm 17 vjetë. Jo, të lutem, mos me ushtru mirin të drejtim kur gjo. Jo, ma... Ke kujdes. Rëdh boksit e rëdh kështu, se ko gja dorën e ronë e ka, dhe kështu që ma... Dorën e ronë e ka. Po
por sporti nuk e ushtroj Po, na. veç e bukur kjo. Pse po shkon kampionat ballkani kur je kampion evropiane, edhe po shkoj me i rreh krejt atje. A pet i rreh, ha? E po, bukur shumë. Është bukur, është mrekulli edhe për juve dhe për neve që akoma ju kemi shumë aktiv edhe në jetën teatrale dhe atë filmike, edhe në shkruani skenare, keni shkruar profesor? Po, një film, një skenar ma kanë bërë Turqit, presim premierën në Istanbul, tash mirisht. Çka është dram? Është dramë me temën kosovare. A me temë kosovare? Po, skenarin e kam shkruar për temën tonë. Një familje shqiptare, para luftës, gjatë luftës dhe pas luftës, ka ndodhë me ta. Edhe deri sa i përcjellja unë këtë familje, unë të regoj edhe që ka ndodhë në për Kosovë. Ky skenar është dashtë më punu para diku 12 vite me italian, mirë po ata nuk e finansonin skenarin me emër të huaj. Pra donin me më pagu, po skenarin me au falë. Jo me au falë, për me au shqit. Unë nuk pranova. Me hup të drejtën autoriale? Po. Unë nuk e shpranova me shqitje Vladin, se për mu skenari është e Vlad, nuk e shqita. Edhe pas 12 vite, paraqet këtë Turku, Murat Derman, i cili i pëlqeu skenari, edhe e finansoj filmin mjerisht, që KK-ja jonë, Qendra e Kinematografisë Kosovare, nuk ndërhyri mas një pek pare. Nuk gjeti pare për këtë skenara? Nuk, edhe tash më mjenë shumë keq që këtë film do tjetë do të betet për gjithmonë turk. Kur bisedojmë vërtet për krijimtarin tuaj, kohë shumë e gjatë në Kosovën e varfër, por në Kosovën e një periudhë të një farë bumi të ngritjes, edhe nacionale, por edhe ekonomike dhe politike, kështu, pastaj në Kosovën e robëruar, rënd, në Kosovën në luftë, ju keni lujtë edhe keni bërë regjinë e dramës Dëshmitari kryesor, dëshmitari kohës. Çka kishe me referu si dëshmitar në një rast të një gjyqi imagjinar, as real, njerëzor? Që të rrgoj drejt, unë jam në një fazë të jetës kur shikoj gjanat pak negative. Nuk pse është kështu, nuk fëdu, kam bindë vetën se nuk e kam atë detyrë. Unë do të isha dëshmitar i gjërave të bukura që kanë ndodhë në mes neve, në mes njerëzve tanë. Se njeri është i prirur që të shoh vetëm atë të keqen. Mund është 100 herë mi bë dikur i të mirë, një të keq edhe shive sa është i keq. I harojmë të mirat, se interesant, të mirat haronë shumë shpejt, e mbanë mend të këqijet. Mo për këtë arsye, unë do të isha dëshmitar për shumë gjërat bukura që kanë ndodhur mes nesh, prej luftës që kanë bërë shqiptarët e Kosovës, këta të Maqedonisë, po edhe Shqipënisë, edhe gjithë shqiptarë prej këtë botës. Nuk harojmë shpejt atë, ajo ka qenë madhështore, ajo nuk ka ndodhur në historinë as një populli. Ku ke përfunduar gjatë luftës? Unë kam qenë i plagosur dhe kam përfunduar në Struk. Kam qenë i plagosur. Je plagos aksidentalisht apo direkt? Jo, më kanë qenë me automat. Me automat. Sepse juve jo është vëra studentja 2 ditë para se me fillue bombardimet. Një rast sigurisht shumë i rëndë. Aty kam qenë në tavolinë, kemi qenë bashkë. Fatkeqësisht nuk urava unë, po ajo, që vjen shumë keq edhe kam peng. I kam peng që asaj i ka ndodhur ajo. Edhe unë kam shkruar një dramë për këtë punë. Edhe profesori thot, fatkeqësisht su vrava unë, po vra studentja ime. Ajo ka qenë shumë e re. Artistët zvritën, profesor? Tash, për diçka konkrete, njeri nuk ka fjali, nuk s'din si të thot, po vetëm në gjatë që ka mujtë për të me bë, është se kam shkruajt një dramë. E kam titullu Adrianës. Drama quhet Adrianës. Dhe të kisha pas një qep në e punuat tekst e dramë sa e mund gjallë, për mjerisht e Ministria e Kulturës gjithë më refuzon. Po si dëshmitari kryesor, shumë më mirë që e gravoni jetën e saj në një dramë, në një shkrim. A është kjo ngjarja më e rëndë e jetës tënde? Po. Jeta private, po. Se kam pas pyetje më vonë dhe më nxorë profesor. Me vështira. Do ta kisha më lehtë.
Po të kishte mbete gjallë, sot kisha folë këtë ndryshe, ndoshta edhe kishim qesh. Por me që ka ndodhë kjo nuk mundem kur me qetë, edhe qesh edhe gjithmonë prekem kur përmendet këj moment. Keni bare gjin, edhe keni lujtë rolin kryesor aty tek drama Idioti. Sa idiot ka bota? Unë të thash, aqë sa ka barishte, ndoshta idiota pjesë e jetës. Është shumë shtirë që një njeri të edukohet, të del nga idiotizmi e të bëhet njeri i dashtun edhe njeri që jep dashuri. Shqipeni, po e bëj një digresion, në kohën e fundit, unë jam besimtar, atë e kurse kom shef, besoj në Zot. Edhe gjithmonë kam mendu, janë ato librat më të mençura që në botë që thonë duaje armikun tënd, që tregoj drejt, nuk po mundem. S'po mundem me dasht. Atëherë i theja vetës, ti nuk je njeri i Zotit nëse nuk e don armikun. Dikun është, nuk mundem që unë më i mençur se një libër që koha e ka treguar se është më i mençur. Që për mira vjet. Po. Mbetet gravur, pra nuk është problemi të libri, po të unë. Edhe për të qenë, unë më rahat, kam arrit në këtë fazë, ja urej katin që ka bërë ati njeriut, po njeriu nuk e urej, ose ma mirë them, njeriu e dua që më ka bëm katë, po më katin ja urej, kështu e kam ma letë. Ka një shumë e bukur, profesor. Lufta e artistëve të mëdhej dhe intelektualëve e njerëzve të ditur të botës që me mohu përfundimisht, me sofistikue njeriun, me ban njeri e mos me leju që të vleja jo maksima përjetshme homo homini lopus est. A e kthejmë pak atmosferën me studentat tua, Mirje? Po. Zonja dhe zotri, mysafir të nderuar, unë po shpresoj që edhe ju jeni dakord që ta vazhdojmë emisionin ton me një pikë humori duke i ftuar në skenë Tuku Lukat!